Tensionet me Shtetet e Bashkuara dhe Iranit janë rritur sërish, pas sekuestrimit të një anije me flamur iranian nga forcat amerikane. Bëhet fjalë për anijen kontejnerike Tuska, e cila u ndalua dhe u mor nën kontroll nga ushtria amerikane të dielën, pas një operacioni që zgjati disa orë. Sipas komandës qendrore të SBA-s, ekuipazhi i anijes nuk ju bind paralajmërimeve të përsëritura dhe anija ishte në shkelje të një bllokade të vendosur nga Washingtoni. Burimet të sigurisë detare bëjnë të ditur se në bord të Tuskas dyshohet të ketë materiale me përdorim të dyfisht, produkte që mund të përdoren si për qëllime civile, ashtu edhe ushtarake. Mes tyre përmenden metale, tuba dhe komponent elektronik. Anija është pjesë e një kompanie transporti detar iranian që ndodhet në sanksione amerikane. Sipas burimeve, Tuska ka pasur edhe më parë histori transporti të materialeve të ngjashme, megjithse detajet të tjera nuk janë bërë publike. Nga ana tjetër, reagimi i Iranit ka qenë i ashpër. Ushtria iraniane deklaroi se anija po udhtonte nga Kina dhe akuzoi SBA-n për pirateri të armatosur. Deri tani, Ministria e Jashtme iraniane nuk ka dhënë një reagim zyrtar të detajuar. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump theksoi se anija ishte nën sanksione për shkak të një historie të mëparshme aktivitetesh të paligjshme. Zhvillimet vijnë në një moment delikat, pasi Irani po shqyrton mundësinë e pjesëmarrjes në bisedime paqeje me Shtetet e Bashkuara të ndërmjetësuara në Pakistan. Megjithatë, zyrtar iranian paralajmërojnë se shkeljet e vazhdueshme të armëpushimit nga ana e SBA-s mbeten një pengesë serioze për çdo përparim diplomatik.